të Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. E sot nuk kemi. Sot jemi pa ambasador. Spethir Alinin intervistë ekskluzive. Intervistë ekskluzive, po harron çon debat. Vetëm ta dëgjojmë intervista ekskluzive më thijën dhe televizion po shkoj sepse jam lojal në zyjen e zotit Sadiku. Urdhro zoti Gashi. Pse mos shkosh në intervista? Mund shkosh në intervista, pse jo? Urdhro Gashi. Përtej kësaj, unë mendoj që është momenti i 30 sagave parlamentare që ta kuptojmë që nuk ka pjekuri politike qoftë edhe për kompromise sepse po niset mrapsht, po niset gabim. Gjuha e përdorur nga të gjithë prej këtij zotnis, këto deri ta i zotnia atje, kundër akuzat, militantizmi, ose çush me thonë ky istikamet politike, nuk po japin janë kurthu në këto vijat e kuqe që ja kanë qitë këtë vetit. Dhe kjo tash përkthehet në këtë situatë, shto këtu që sistemi kërkon proporcional përfasim në parlament, a mentaliteti dhe mendësia është dominant majoritar. Ja vetë, ja me kërkon, ja heq. Edhe kjo pastaj po kryon kësi probleme politike sistemore të demokrasisë të na. Kjo është shka po ndodhë në parlamentin tonë. Ka deputet që do thotë qonë dhe thojnë ati shka ka mu bo gjakderdhje në këtë vend. Pa pos njët kush mu bo gjakderdhje, tash njeri nalit edhe mendojnë a ka kryzot një në informat. Jo, nështë ka për gjakderdhje financiare. Ti e kupton që, jo më ti e kupton edhe djenë këtë që ki probleme themelore me emancipimin e votuesit të na që qonë mos përdori shpreje se Alili, po qonë persona jo dinitos për përfasim. Se ja kanë haberin. A mo kjo vjen desh me ato që tha pak që ose ma përpo, a tha besim. A i ko besim? Besim me zveti. Mos besim fakt me zveti. Edhe kjo pastaj... Ti dha që politika vota o besim. Ja që publiku i beson ati, jo mu e ty. Po nëzirë brenda parlamentit, po ju mjaftushun për me menagju vetaj, me morë pushtetit. Po nëzirë mos besim edhe po kapën për bishti, unë ndigjova zotin Gashi, sot Arben Gashi, i cili pat njësi zoti Asani një qëndrim këtë parimor. Edhe ti tash për ndigjon edhe për kupton që edhe zotin Asani në televizion këtu të na, nga PDK-ja, edhe zotin Gashi andej, në qo si ndëqon kështu që shta gjoci ma heret, Kosov gjoci, njëri s'po di ma s'ka me thona, s'ka me mendu. E ndigjon full parimisht, e shet doke që piull ato hendeqet, po do me te kalu, bi parimin e kompromisit, pajtushmëris, ndryshimit, edhe pastaj veprimi po është i kod. Pastaj edhe analiza po del njejt. Po e nëzirun këtë propozimin e vetëvendosis për votim të mshef si t'i shka që kur s'ka ndodhë në Kosovë, që të na presidentja mas pari votohet me votim mshet, edhe po kryojnë a monstrun nga votimi mshef, thu ti kjo është vepra maja demokratike. E që është e kundërta. Dhe jo në të dy forma. Si formë për me gjithë zgjidhje. Ti shko voto. Edhe ti në qëse ki besim në deputetin tanë, të drejtën tonë, shko voto kundër vla. Ose motër këtë ras, zonjë ose zotni. Voto kundër, por aktivizohu edhe meritoje atë përfasim që e ki mora atë besim atë votë që e ki mora. Shok dhe shush që më falë. Se ju e të me honë mota dhe vlasni, se je i majë. Prandaj, loja politike, angazhimi parlamentar i cilis do parti politike, duhet ta ketë një kufi. Kufi një tash o 30 seanca, o është 60 seanca, sa ma heret, E ma këtë 60 që njëni duke përmendë edhe ti dhe ta ulanti... Morebe që që ka njës këta dhe 120 ka në shku. Jeni duke normalizu dhe në dalin probleme pastaj, se thonë ata këta për përmendë që në 60 dhe në regu... Prandaj ushtrimi demokracisë mund në ertë jetë edhe kështu i zarshëm. Kur nuk e ki të emancipum edhe elitin politike, mu kone dhe dishme që du të mi ka përcy hendeqet e tyre. Tash, në herë ki të drejtë. Por nuk mjafton ta kesh të drejtën, sepse e kitë blokum sistemin. Duhet me posë dhe drejtën për i vitë, etikën. Përgjithsisht. Jo është drejtën legale. Përgjithsisht, do dhëtë edhe, prandaj unë e shok këtu problemin në këtë sakë parlamentare. Dhe tani kras kësaj, kras problemit kuvendit, nga kuvendit derivon edhe a i zinxhiri i komunikimit në një ekonomi të lirë të tregut,
nga institucionet tek bizneset, biznesi që e ka në